Ko me konë një meq i fort. është pak ma i rëndë se unë, po unë do e bëj maksimumin. Menoj që më pregadit. A në ready? Po një lëvizje e kam veç, të më do shkoj në të provë, tash ta shohim ku do del. Ku mi shkatru, po pa dosh me fendu. Po Buranin, jure sukses, shpresoj t'je përgatit. Edhe unë menoj që jam underdog, a din dhe me thonë ajo është ma favorit, po unë do jap maksimum, ta shohim. Është Kosova kundër Prizrenit. Vazhdojmë me garuzën e radhës. I cili vjen nga qyteti Prizrenit, Enis Krasniqi. Pra fillojmë me rondin nëmër 9. Burhan Sandiku kundër Enis Krasniqi. Si duket do t'jetë një garë shumë interesante, diferenca në kilosh do t'jetë 1 kilogram. Burhan Sandiku nga ka premtu që do spitoj kundër Prizrenit. Unë e shoh se Burhan Sandiku është kishtë që i ka shumë gjonë, do të apërten shumë Enis Krasniqi. Me ndihë kështë. Fitur sot Enis Krasniqi në Bosnë e Athena. Ja pra e fitore Enis Krasniqi në Bunjamen. Nuk e pritë të drejtë me tregu. Tavolina në tregën të smiri, kështu që vazhdojnë. Nuk që ne përfëndojnë me rezultat 1-0 për Enis Krasniqi. Duket në top rollerin e Enis Krasniqi është shumë i shpejt dhe dura i shtoj këllë Burhan Sandikut nër pat, mirë po nga për i këty, por referat të të jepën fiturën e merituar Enis Krasniqi. Mendoj se reagimi për onin ishte pak butë. Është një fjollë e fuar nga Erben Bilali, i cili thotë qerja budë dora fort dhe këtë rast dode e njëta. Qerja e budë e rrisit, kurse shpejtësia ke shumë e fort Bunjamen. Vazhdojnë me rundin nëmër 2. Kërkoj nga treneri i rrisit, të lexuar referime mas shikimet Bunjamen, por se disa është e mundur kjo që të bëhet. Go! Ishte një shpejtësi pa farë nga Enisi. E pa preqme ishte për një, pa preqme. Prizrenit e kanë si stil gjithmonë shpejtësinë e përdorin
edhe pse mendoj se më i fuqishëm është Buran Sadiku. Shpresojmë që në rundën tjetër të jetë shumë më të përgatitur psikikisht dhe të jetë gati që mos të lejojë Erisin ta përdorë shpejtësi. Po shpresoj që rundën tjetër të veprojnë siç duhet, të bëjnë ndërmjetësim apo presim nga rrugë për Kavalina. Duhet me rundën numër 3. 2-0 për Eris Krasniqi. A do tjetë kjo gore njëjtë apo do të ndryshoj? Diçka për në fani. Go! Rundi 3 për përdër për rezultat 3-0 për Eris Krasniqi. Pra presim nga rusë të rrët me Kavalina. Ose si duket kanë të pak përsi për shkak të presionit të dërës. Dhe ja vazhdojmë pra me rundën numër 4. 3-0 fituese Eris Krasniqi. Atë fund të bëjmë ndonjë ndryshim Buran Sadiku. Shpejtë të shih. Go! Foul për jonës Eris Krasniqi. Vazhdojmë pro me rundën numër 4. Një foul për jonës Eris Krasniqi. Go! Dhe fituesi Buran Sadiku. Rezultati është 3-1. Shpresojmë që Buljami do të rikthehet Buljami Ormani të përfolje, se gjithmonë të bisedu me ty. Shpresojmë. Zakonisht formati i Supermeqit 6 runda mund të ndryshojë dorën.
Një falënderim I veçantë për referat Harullah Shala si dhe referi kryesor Ivan Serafimovski, I cili vjen ekas për Maqedonisë së Veriut. I falenderojmë. Thank you, thank you, thank you. Tjerë kandidat tek tavolina, unë jam kam shumë shpresë se Buran Sadiku do të bëj njëri këtë. Si duke Buran Sadiku ka ma shumë kondicion se Eres Krasniqi, I cili starti ka qenë fenomenal me Erisi, I trajtu ekas nga rion të kastati, që përdo shpecita. Go! Eres Krasniqi, e cili e bëri pen Buran Sadikut. Però përfundoj rundën nëmër 5. Me rezultat 4-1 për Eres Krasniqi. Një gol shumë e tensionuar. Për shpresim dhe falendim. Buongiorno, sì, Burhan. Urime. Faleminderit. Respekt. Thank you so much. Faleminderit. Bravo, Urime. Ma folla I sama. Sadik, jurojmë suksesin. Buran, si shkoj ky meç, a ke pritë që Erisi do të mbizotroj me top rullën e tij, edhe pse ti dim që dorën e madhe kishta të mëdhej, nuk do ta lejosh aq lehtë. Starti u konë në pyetje. Ka qenë meq I mirë. Ju uroj suksesën të ardhmen. Besoj në 2026 në Muzatet atë. Shpresojmë. Faleminderit. Urim, faleminderit. Eres fitues I këtij meçi, Urime edhe një herë. Ti ke qenë dhe ke prezentu vetën në face-off që je underdog, kështu që sot e të shmove. Çka mendon që ti ke qenë në përsi kundër Buran Sadikut? Po, mendoj që back pressure, dhe edhe në shpejtësi, të dyja kanë luajtur rol. Do ti mendon që back pressure dhe shpejtësia kanë luajtur rol tek Burani? Po, të dyja kanë qenë. Fakt. A mund të llogarisim që do të marrësh edhe në 2026 në rematch kundër Buran Sadikut? Po, pse jo? Rregull, thot po dhe se jo, për shkak se mikrofon ke problem pak me mikrofon. E falenderoj Erisin, Urime, sukses në 2026.